Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El-E'ala, ajetet nga 6 deri te ajeti 13. Senuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, innahu ya'lamul jahra wama yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ne do të bëjmë ty Muhammed të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk ke për të haruar, përveç asaj që do Allahu, vërtet ai e di të dukshmen dhe çka është e fshehtë. Do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejtë, prandaj këshillo, nëse këshilla do të jetë e dobishme. Asaj do t'ia vër veshin ai që i friksohet Allahut, e do t'i shmanget vetëm më i keqi, i cili do të digjë në zjarrin e madh, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetojë. Komentimi, suksesi hyjnor. Në ajetet e mësipër me u fol për sundimin dhe njëshmërinë e Allahut, në vazhdim të tyre do të flasim për Kuranin dhe profecinë e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Më lart gjithashtu u fol për udhëzimin në përgjithësi të krijesave, ndërsa në ajetet në vazhdim do të flasim për udhëzimin e njerëzit. Në ajetet e mësipër ne pam lavdërimin e Allahut të madhëruar, ndërsa në këto ajete flitet për Kuranin, që është shpjeguesi këtyre ajeteve. Ne do të bëjmë ty Muhammed të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk ke për të haruar. Pra në kohën e shpalljes së mesazhit mos u nxito, mos u tremb kurrë se do të harosh atë çka të kemi shpallur, sepse ai që i ka zbritur këto ajete për të udhëzuar dhe për të drejtuar në rrugë të drejtë është vetë mbrojtësi i tyre. Hartën e këtyre ajeteve ai e ka ruajtur në mënyrë të qëndrueshme në zemrën tënde të pastër, ato janë ruajtur në atë mënyrë që në to të mos bjerë kurrë pluhuri i haresës. I ngjashëm me këtë ajet është edhe ajeti 114 i surës Taha, i lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtet, mos nxito për ta lexuar Kuranin para se të përfundoj shpallja e tij dhe thuaj o Zoti im shtoma dijenin. Ndërsa në ajetet 16-17 të surës El-Qiyam lexojmë, mos nxito Muhammed në leximin e Kuranit me gjuhën tënde, ne kemi për detyrë të mbledhim pjesët e tij e ta lexojmë atë. Mëtej për të vërtetuar fuqinë e Allahut dhe se çdo mirësi dhe bekim vjen nga Allah, sa i njeh të shfaqurën dhe të fshehtën, thot se ti nuk do të harosh asgjë prej ajeteve hyjnore, përveç asaj që do Allahu, vërtet ai e di të dukshmen dhe çka është e fshehtë. Ne do të bëjmë ty Muhammed të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk ke për të haruar, përveç asaj që do Allahu, vërtet ai e di të dukshmen dhe çka është e fshehtë. Ky interpretim nuk tregon se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do të haronte diçka prej ajeteve hyjnore, por qëllimi është të tregojë një të vërtetë që është ruajtja e ajeteve hyjnore, e cila është në dorën e Allahut, ndaj Allahu mund t'i marrë ato nga profeti i tij në çdo moment. Me fjalë të tjera, qëllimi është të tregojë ndryshimin e dijes së qëndrueshme të Allahut dhe dijes së dhuruar të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky ajet është i ngjashëm me ajetin 108 të surës Hud për përjetësinë e xhennetit, kurse fatlumët do të hyjnë në xhennet, ku do të qëndrojnë për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, veç si të dojë Zoti yt, kjo është dhuratë pa ndërprerë. Padyshim që xhendet lind kur nuk dalin nga xhenneti. Vazhdimi i ajetit është dëshmitar i kësaj çështjeje. Prandaj fjalia veç si të dojë Zoti yt flet për fuqinë e Allahut dhe lidhjen e të gjitha gjërave me dëshirën dhe vullnetin e tij, si në fillim të shfaqjes, pra të krijimit, ashtu edhe në mbijetesë. Për shembull, ato çka e dëshmojnë këtë gjë janë disa dukuri apo çështje që u ndodhin të gjithë njerëzve, e ato janë haresat që i bëjnë njerëzit. Ky rezultat nuk është privilegj që Allahu e jep si rezultat i dashurisë apo si dhuratë për profetin e tij, por në këtë rast ai shpjegon se ka për qëllim ruajtjen e të gjitha ajeteve kuranore, të legjislacionit e të njohurive islame. Disa janë të mendimit se qëllimi për këtë përjashtim është për ajetet ku edhe përmbajtja edhe leximi i tyre është shfuqizuar. Ky komentim duket i pamundur, parimisht ekzistenca e ajeteve të tilla është e paqëndrueshme. Komentues të tjerë kanë dhënë mendimin se përjashtimi mund të jetë për shkak të lexuarit, prandaj edhe kuptimi i ajetit mund të jetë i tillë. Ne do të lexojmë për ty
për të shpjeguar ajetet tona, a mos ndoshta ajetet që Allahu i ka përcaktuar me vullnetin e tij dëshiron që të mbeten të fshehta? Ky komentim edhe duke u bazuar në stilin e ajetit duket i pamundur për t'u konceptuar në këtë mënyrë. Fjalia përveç asaj që do Allahu, vërtet ai e di të dukshme dhe çka është e fshehtë, shpjegon shkakun e çështjes që u trajtua në fjalinë, ne do të bëjmë ty Muhammed të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk e për të haruar ku trajtonte faktin që Allahu i madhëruar është në dijen e asaj që është e shfaqur dhe e fshehur. Ajo çka i nevojitet njeriu tani dhe ajo çka do t'i nevojitet më vonë është qartësuar nëpërmjet shpalljes dhe në këtë fushë nuk do të ketë pakujdesi. Gjithashtu ekziston edhe një tjetër mundësi që ka si qëllim të tregojë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të mos nxitoj kur merr shpalljen dhe të mos friksohet se mos ndoshta do të harojë ndonjë frazë nga ajo që i shpallet, sepse Allahu është në dijen e asaj që është e shfaqur dhe të asaj që është e fshehtë dhe ka premtuar që ai të mos harojë asgjë. Sidoqoftë, kjo është një nga mrekullitë e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të gjitha dhe suret i memorizonte vetëm me një herë të lexuar nga ana e Xhebrailit. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk haronte asgjë nga ajo që i shpallej. Më pas e nxit profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duke i thënë se do të t'japim sukses në kryerjen e punëve të mira dhe do të t'i lehtësojmë punët, do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejtë. Me fjalë të tjera, qëllimi në këtë rast është shprehja e kësaj të vërtete që në rrugën që ti do të ndjekësh do të hasësh plot vështirësi dhe probleme si në rrugën e marrjes së shpalljes dhe të memorizimit, ashtu edhe në propagandimin dhe vazhdimsinë e saj. Vështirësi do të kesh edhe në kryerjen e punëve dhe të veprave të mira, ndaj ne do të jemi pranë për të zgjidhur këto probleme vështirësi që ato të bëhen sa më të lehta. Kjo fjali ndoshta ka për qëllim të tregojë për mbajtjen e ftesës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe detyrat dhe programet hyjnore që do të thotë se përmbajtja e saj është e lehtë dhe sheriati është i lehtë. Gjithashtu tregon se në këtë ajet detyrat nuk janë të rënda. Për këtë arsye ajeti më sipër ka një kuptim shumë më të zgjeruar, edhe pse disa komentuese kanë kufizuar atë, ndaj nëse nuk do të ishte vullneti hyjnor për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ai do ta kishte shumë të vështirë që t'ia dilte mban të fitonte ndaj vështirësive. Vetjeta e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është një shembull i plotë i qartë për të mësuar këtë të vërtetë. Ai kur nuk ka qenë i ashpër në asnjë çështje, si të bëhej fjalë për rrobat, ngrënien, mjetet e jetesës e të tjerë. Ai ushqehej me çfarëdo lloj ushqimi që ishte i përshtatshëm, vishej thjesht, ulej kudo, edhe në rër të shkretë të tirës. Ai ishte i lirë prej çfarëdo lloj përkatësie dhe angazhimi. Pasi shpjegohet dhurata qiellore e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe premtimi i suksesit dhe lehtësimi i çështjeve të tij, citohet detyra më e rëndësishme, prandaj këshillo nëse këshilla do të jetë e dobishme. Disa komentues janë të mendimit se në këtë rast qëllimi për të këshilluar është i vlefshëm në çdo rast. Ata që nuk përfitojnë nga këshillimi janë të paktë, ose të paktën mesazhi për mohuesit përçohet deri në fund. Kjo gjë në vetvete është një përfitim i madh. Ndërkohë që ka prej atyre që besojnë se ajeti nënkupton këshillimin si të jetë i dobishëm si të mos jetë, pra ka dietar që mendojnë se ajeti ka ngjashmëri me ajetin 81 të surës An-Nahl, ka bërë për ju rroba që t'ju mbrojnë nga nxehtësia. Allahu i madhëruar ka vendosur për ju veshje që t'ju mbrojnë nga i nxehti dhe i ftohti. Në këtë ajet është cituar vetëm fjala e nxehtë, ndërkohë që fjala ftohtë nënkuptohet si marrëveshje simetrie. Por përsëri disa komentues këmbgulin se në këtë rast fjalia kushtore ka kuptim dhe kuptimi i qëllimi i fjalisë është këshillimi aty ku mendohet se këshilla është e dobishme, pra ka vlerë, ndërsa në rastet ku shikohet se këshilla nuk ka dobi, nuk është e nevojshme të këshillohet. Po ashtu një tjetër mundësi është dhënë për termin inne, sepse mendohet se ky term në këtë rast nuk tregon kushtin në fjali, por ka kuptimin e fjalës qad, e cila është cituar për të vërtetuar dhe për të përforcuar. Ndaj kuptimi i fjalisë është i tillë, këshillo se këshilla është e dobishme. Ndërmjet këtyre 4 komentimeve, komentimi i parë sipas nesh është më i përshtatshëm. Këtë gjë e dëshmon edhe veprimtaria e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai në propagandën dhe këshillat që bënte nuk vinte kushte, predikonte për të gjithë dhe i këshillonte të gjithë. Në ajetin e ardhshëm do të shikojmë reagimin e njerëzve që janë këshilluar. Ata i ndajmë në 2 grupe. Shumë shpejt ata që friksohen nga Allahu dhe e ndjejnë në vetvete ndjenjën e përgjegjësisë, e
pranojnë këshillën. Ajeti thot asaj do t'ja vërveshin ai që i friksohet Allahut. Është e vërtetë se përsa kohë që në qenien e njeriu të mos ekzistojë shpirti i friksuar dhe kërkuesi së vërtetës, sigurisht që nuk do të dojë të këshillohet apo këshillat hyjnore të profetëve të kenë për të dobi. Për këtë arsye në fillim të surës Al-Baqara, Allahu thot se Kurani është burim udhëzimi për njerëzit që janë punë mirë. Në ajetin më pas flitet për grupin e dytë, për fatkeqët, do t'i shmanget vetëm më i keqi. Në disa transmetime thuhet se Ibn Abbasi ka thënë se ajeti 10 i surës Al-Ala, asaj do t'ja vërveshin ai që i friksohet Allahut, ka zbritur për Abdullah ibn Ummi Mektumin. Ky burr ishte zemërpastër, kërkues i së vërtetës, edhe pse ishte i verbër. Disa komentues janë të mendimit se ajeti 11 i surës Al-Ala e do t'i shmanget vetëm më i keqi ka zbritur për Walid ibn Mughira dhe Utba ibn Rabia, të cilët ishin kryetar të shirkut dhe të mosbesimit. Disa janë të mendimit se qëllimi i fjalës ashqa në këtë rast është për armiqtë të vërtetës, sepse njerëzit janë të ndarë në 3 grupe, një grup është i urtë, mistik dhe informuar, një grup tjetër është i ndaluar dhe grupi i tretë është kokfort dhe armik. Është e natyrshme që grupi i parë dhe i dytë mund të përfitojnë prej këshillës, ndërsa grupi i tretë është ai grup që nuk merr asnjë përfitim nga këshilla. E vetmja gjë që mund të ndikojë te ky grup është vetëm përçimi dhe plotësimi i argumentit. Gjithashtu nga ky ajet kuptohet se profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe grupin e tretë ka subjekt të këshillës, por ata largohen dhe fytyrat i kthejnë anësh. Është për t'u theksuar fakti se në këto 2 ajete vështirësitë janë vendosur si kundërpesha e frikës, ndërkohë që sipas rregullit duhet të vendoset përballë lumturisë. Kjo gjë ndodh sepse rrënja kryesore e lumturisë dhe e frikës është njeriu, pra njeriu ndihet përgjegjës dhe i friksuar. Në ajetin në vazhdim, fati i grupit të tretë shpjegohet në këtë mënyrë: do të digjet në zjarrin e madh ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Ata do të qëndrojnë në zjarr për gjithmonë, nuk vdesin dhe as nuk ringjallen, sepse gjendja ku ndodhen është vazhdimisht midis vdekjes dhe jetës. Kjo gjendje për ta është një bela e madhe. Disa komentues kanë thënë se tokfjalshi An-Narul Kubra, zjarri i madh, ka për qëllim të tregojë kategorinë dhe katin më të ulët të xhehenemit dhe Asfalus Safilin. Kjo kategori është më e ulët sepse ata janë më mizorë dhe armiqt më të këqinj, ndaj dhe dënimi i tyre duhet jetë më i vështirë dhe më i tmerrshëm. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se përshkrimi i këtij zjarri me fjalën Kubra i madh kundrejt zjarrit Sugra, të vogël, ka për qëllim zjarret e kësaj bote. Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë ky zjarr është pjesë e 70 zjarreve të xhehenemit që është shuar 70 herë me ujë dhe përsëri është ndezur. Nëse nuk do të ishte kështu, asnjë njeri nuk do të kishte fuqinë për ta duruar e as që do të mundej të qëndronte në anë. Në lutjen e njohur Kumail, të thënë nga prijesi besimtarve Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur flitet për krahasimin e zjarrit të kësaj bote me atë të ahiretit, lexojmë: këto janë pësime e gjëra të padëshiruara që kalojnë në pak kohë, përballohen me lehtësi dhe brenda një afati shumë të shkurtër.